u fillu, u nis si iniciativë, krijuam futbollin 5x5, në atë kohë kam qenë bashkë me Lucian Rishmin, u kriju futbolli 5x5, kemi arrit një numër 120 ekipesh, domethënë për një periudhë shkurtër 3 mujore. Arritëm të shkojmë direkt në 120 ekipe, sepse domethënë dhe ky zëri që i dhash unë që okay, sa ndaj liga, po shkojmë federat, tash do jeni shumë herë më mirë, edhe çunat u nishin shumë herë më rahat. Sepse tash kemi federatën, kemi komisionin e disiplinës, nuk është më Jurgeni që vendos. Atë themi që këtu filloi të bëj serioze gjëja. Pam një mungesë të vogël nga ana e krijimit të një ekipi kombëtar. Domethënë, të gjithë shtetet, unë po shikoja gjatë asaj kohe, po studioja se kush ishin kompeticionet më të rëndësishme të mini futbollit ose kompeticionet më të rëndësishme amatore. Dhe në atë kohë marrë një ftesë nga International Soccer Federation, që më thonë, okay, ju keni gjithë këtë kampionat madh, që ndoshta shumë shtete në Europë nuk e kanë, pse nuk futeni, tha, krijoni një kombëtare. Okej, futboll amator kemi diku 240 ekipe. Okej, dhe ky konsiderohet numër i madh krahasuar me vendet. Okej, Greqinë për shembull, të kap Greqinë, Greqia futbollin amator e kishte me 25. Okej. 24, diçka e tillë. Jemi për pjesën e Ballkanit jemi goxha mirë. Okej. Dhe pastaj u erdhi kjo. Ballkani është më shumë i drejtuar drejt futsallit. Domethënë pjesa jonë është më shumë drejt sallave të mbyllme. Kurse ne kemi është e kundërta. Neve jemi më shumë drejt kalçetës. Siç e quajmë, sepse atë kemi lujë gjithkohës dhe atë kemi më të thjeshtë. E qartë, kush logjika që tu të luash brenda kur ke kaq shumë ditë. Kur kam kaq shumë ditë me diell.